A lejohet me avu kusht burrit para martesës, pra gjatë nikahut, që mos me marrë grua të dytë. Këtu ka dy mendime mes dietarëve të Islamit. Një mendim që thotë jo, se bie ndesh me qëllimet dhe me halallin, dikush tjetër dhe pjesa më e madhe thonë që është kusht i lejuar. Pra, nëse vihet si kusht e hongri, pra me kuptimin s'ka më ka t'ja luaj më mrapa. Nëse e pranon kushtin, Allah e lehtësoft. Do të haj grosh gjithë jetën derisa të vdesi. Kështu që nëse vihet si kusht dhe burri e pranon, duhet t'i përmbahet këtij kushti. Që do të thotë e përkthyer më ndryshe, nëse burri nuk i përmbahet këtij kushti, gruaja ka të drejtë të kërkojë divorcin me Islam dhe nuk është as pak gjuna fqare, mëkatare. Dikush thotë si boni kështu muhabetësh ndërkohë që ligjet një ligj i cili ndalon poligamin dhe lejon kurvërin, adulterin, nuk kanë të as moral dhe as gjë. Nëse ligji do të ishte i sinqert, i pastër moralisht dhe për të mbrojtur familjen siç pretendohet, me ligjin duhet ishte shoqëruar dhe një nen që thotë ndalohet poligamia, vazhdon presje, dhe kurvëria, adulteria. Po të ishte qëllimi moral apo të ishte qëllimi mbrojtës, duhet ishte thënë kështu. Ligji thotë ndalohet poligamia, por as kund nuk përmendet në ligj adulteria, kurvëria, zinaja, as kund. Edhe nëse e bën, sikur s'ka ndodhur asgjë. Pra këta njerëz janë razi, pra janë dakord që ta bëjnë haramin haram, po nuk duan që ky haram të ligjërohet në halal. Se mund të duket dikujt pyetje çuditshme, çfarë pyetjesh bëjnë këta më vëlla, ku jemi ne? Ku jeti më? Immoraliteti sheshit. Zinaja kudo. Ku jemi ne? Ku jeni ju? Islami nëse e ka lejuar për të ruajtur familjen. Kurse ju e shkatroni familjen. Kështu që jeni ca kohë mrapa shoku.